Kapitulli 10. Koha po afron. Pasi Jezusi u mor në qiell, shpërtheu një përndjekje e dhunshme ndaj atyre që besonin tek ai. Dishepulli i Jezusit, Gjoni, për shkak se u mësoi njerëzve që Jezusi është Krishti dhe se predikoi mesazhin e Perëndisë, u dënua me internim në ishullin Patmos, në detin Mesdhe. Atje, në një vegim, Perëndia i zbuloi ngjarjet që do të ndodhnin në tokë në ditët e mëdhonshme. Këto fjalë, që nga ajo kohë e përgjatë brezave, kanë qenë burim gëzimi dhe inkurajimi për ata që vuajnë dhe përndiqen për shkak të besimit të tyre te Jezusi. Këtu na premtohet se Perëndia do t'i shpërblejë ata që i binden atij dhe se do të ketë me siguri një tokë të re në të cilën nuk do të ketë më vuajtje dhe pikëllim. Këto fjalë nga Perëndia quhen zbulesa e Gjonit. Zbulesa e Jezu Krishtit, të cilën ja dha Perëndia për të treguar shërbëtorëve të tij se çfarë duhet të ndodhë së shpejti. Jezusi, me anë të engjëllit që dërgoi, ja komunikoi shërbëtorit të tij, Gjonit, i cili dha dëshmi për të gjitha ato që pa, për fjalën e Perëndisë dhe për dëshminë e Jezu Krishtit. I bekuar është ai që i lexon dhe të bekuar janë ata që i dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe i zbatojnë ato që janë shkruar në të, sepse koha po afron. Atij që na do dhe na ka çliruar nga mëkatet tona me anë të gjakut të tij dhe na ka bërë një mbretëri, priftërinë për Perëndinë dhe atin e tij, atij i qof lavdia dhe sundimi në jetë të jetëve. Amen. Vështro. Ai po vjen bashkë me ret dhe do ta shohin të gjithë, edhe ata që e shpuan me shtizë, dhe të gjitha fiset e tokës do të vajtojnë për të. Kështu do të jetë. Amen. Unë jam Alfa dhe Omega, thot Zoti Perëndi, ai që është, që ishte dhe që po vjen, i plot fuqishmi. Unë, Gjoni, vëllai juaj që jam pjesëmarrës bashkë me ju në mundimin, mbretërinë dhe qëndresën në Jezusin, gjendesha në ishullin e quajtur Patmos, për shkak të fjalës së Perëndisë dhe të dëshmisë për Jezusin. Isha në frymë ditën e Zotit dhe dëgjova pas meje një zë të lartë si nga një trumbet që thoshte: shkruaje në një libër atë që shikon. U rrotullova të shija zërin që më fliste. Kur u ktheva, pa 7 shandan prej ari e në mes të shandanve, një si biri i njeriut, i veshur me një mantel të gjatë dhe me një brez të artë të mbështjell rreth kraharorit. Kokën dhe flokët i kishte të bardhë, si lesh i bardhë dëbor, sytë si flak e zjartë, këmbët si bronz xixëllues i përskuqur në furrë dhe zërin si buçima e shumë ujvarave. Bande 7 yje në dorën e djathtë. Një shpatë mbret me 2 teje i dilte nga goja, dhe fytyra i rrezëllente si dielli në mesditë. Me ta parë rasht e këmbët e tij si i vdekur. Ai vendosi dorën e djathtë mbi mua dhe më tha: mos u trëm. Unë jam i pari dhe i fundit, ai që jeton. Isha i vdekur, por vështro. Jam i gjallë, për jetë e përgjithmonë, dhe mbaj çelësat e vdekjes dhe të hadit. Prandaj, shkruaj ç'ke parë, çfarë është dhe çfarë do të ndodhë më pas. Kushdo që ka vesh, le të dëgjojë atë çka u thot fryma kishave. Atij që del fitimtar do t'i jap të drejtën të hajë nga pema e jetës, e cila është në parajsën e Perëndisë. Fitimtari nuk do të lëndohet as pak nga vdekja e dytë. Po kështu, ai që del fitimtar do të mbajë veshje të bardha, dhe unë kurrë nuk do t'ja heq emrin nga libri i jetës, por do t'ja rrëfej emrin para Atit tim dhe përpara engjëjve të tij. Kështu thot Ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, nismëtari i krijimit të Perëndisë. Ti thua: jam pasanik, kam vënë pasuri dhe nuk kam nevojë për asgjë. Dhe nuk e kupton se jem jeran, i gjor,
nevojtar, i verbër e krejt i zhveshur. Unë të gjitha ata që i dua, i qortoj dhe i disiplinoj. Prandaj tregohu i përkushtuar dhe pendohu. Dëgjo, jam te dera dhe po trokas. Nëse ndokush ma dëgjon zërin dhe ma hap derën, do të hyj në shtëpinë e tij e do të ha darkë me të dhe ai me mua. Fitimtarit do t'i jap të drejtën që të ulet me mua mbi fronin tim, ashtu siç e korra edhe unë fitoren dhe u ula me atin tim mbi fronin e tij. Kushdo që ka vesh, le të dëgjojë atë çka u thot fryma kishave. Pastaj vure re që në qiell ishte një derë e hapur. Zëri i parë, të cilin e kisha dëgjuar duke më folur si një trumbet, tha: "Gjitu këtu dhe do të tregoj se çfarë do ndodh më pas." Për një herë shurrëmbeva nga fryma. Dhe ja, në qiell ishte vendosur një fron. Mbi fron po rrinte ai, nga pamja dukej si gur djaspri dhe sardi. Rreth e rrotull fronit ishte një ylber që i ngjante smeraldit. 24 frone ishin për qark atij froni dhe mbi to ishin ulur 24 pleq të veshur me rroba të bardha, me kurora të arta në kokë. Nga froni dilnin shkreptima, zëra dhe bubullima. 7 fenerë të ndezur digjeshin përpara fronit, të cilat janë 7 frymët e Perëndis. Gjithashtu para fronit ishte diçka si një det i qelqt, i ngjashëm me kristalin. Të 24 pleqt bien përmbys përpara atij që është ulur mbi fron, e adhurojnë atë që jeton për jetë e përgjithmonë, i hedhin kurorat e tyre para fronit dhe thonë: "Zoti dhe Perëndia ynë, ti je i denjë të marrësh lavdinë dhe nderin dhe fuqinë, sepse ti krijove gjithçka dhe me vullnetin tënd gjithçka u krijua dhe ekziston." Pastaj ra një tërmet i fuqishëm. Dielli u nxi si një rrobë zije, e gjithë hëna u bë si gjak. Yjet e qiellit ranë në tokë, siç rrëzohen frytet e papjekura nga pema e fikut, teksa i tund një erë vrrullshme. Qielli u tkur siç mbështillet një pergamen dhe çdo mal e ishull u shkul nga vendi. Pastaj mbretërit e tokës, të mëdhenjt, komandantët, të pasurit, të fuqishmit, të tërë, sklevër e të lirë, u fshehen ndër shpella dhe midis shkrepave të maleve dhe u thoshin maleve e shkrepave: "Rrëzohuni mbi ne dhe na fshini nga prania e tij që është ulur mbi fron e nga zemërimi i qengjit, sepse mbërriti dita e madhe e zemërimit të tyre, dhe kush mund ta përballojë?" Më pas se vura re që përpara fronit dhe përpara qengjit qëndronte një turm e madhe nga çdo kom, fis, popull e gjuhë, të cilën askush nuk mund ta numëronte. Mbanin petka të bardha veshur dhe deg palmash në përduar dhe thërrisnin me zë të lartë. Shpëtimi i përket Perëndisë son të ulur mbi fron dhe qengjit. Tër engjëjt qëndronin rreth fronit, pleqve dhe 4 krijesave të gjalla. Dhe ata ran përmbys përpara fronit me fytyrë përdhe dhe adhuruan Perëndin me këto fjalë: "Amen. Bekimi, lavdia, urtësia, falënderimi, nderi, fuqia e forca i takojnë Perëndisë son për jetë e përgjithmonë. Amen." Atëherë një nga pleqt më pyeti: "Kush janë këta që mbajnë veshur petka të bardha dhe nga kanë ardhur?" Dhe unë ju përgjigja: "Im Zot, ti e di." Atëherë më tha: "Janë ata që vinë nga mundimi i madh. Këta i lan petkat dhe i bën të bardha me gjakun e qengjit. Prandaj gjenden përpara fronit të Perëndisë dhe i shërbejnë atij ditë e natë në tempull. Ai që rri mbi fron do të bëhet streh. Uri nuk do të kenë më, as etje jo. Dielli nuk do t'i përvoloj kurse si, as zvapa, sepse qengji në mes të fronit
do të kujdeset për ta si një bari. Ai do të uprijë në kroje ujërash të gjalla dhe Perëndia do të fshijë çdo lot prej syve. Pastaj pa 7 engjëjt, të cilët qëndronin në praninë e Perëndisë. Atyre u dhanë 7 trumbeta. Dhe 7 engjëj që mbanin 7 trumpetat u gatitën për të rënë. I pari ëngjëll i ra trumpetës, dhe preshër e zjarë përzirë me gjak u hodhën mbi tokë. Kështu dojq plotësisht 1/3 e tokës, 1/3 e pemëve u shkrumbua krejt e gjithashtu edhe tër bari njom. Engjëlli i dytë i ra trumpetës, dhe një mas, një mal i madh përflakur me zjarë u hodh në det. Kështu u bë gjak 1/3 e detit, ngordhi 1/3 e gjallësave në det, dhe u azjesua 1/3 e anijeve. Ëngjëlli i tretë i ra trumbetës, dhe një yll i madh i ndezur si flagadan u këput nga qielli dhe u rrëzua mbi 1/3 e lumenjve dhe mbi burimet e ujrave. Emri i yllit është Pelin. Dhe 1/3 e ujrave u kthye në Pelin. Kështu shumë njerëz vdiqën prej ujrave, sepse këta ishin hidhëruar. Engjëlli i katërt i ra trumpetës, dhe u godit 1/3 e diellit, 1/3 e hënës dhe 1/3 e yjeve, kështu që u errësua 1/3 e tyre. Ndriçimi i ditës u ul me 1/3 e tij, e po ashtu edhe i natës. Vura re, dhe dëgjova një shqiponjë duke fluturuar në mes të qiellit e duke thënë me zë të lartë: Mjerë, mjerë, mjerë ata që jetojnë në tokë për shkak të ushtimave të tjera të trumpetave, të cilave 3 ëngjët janë gati të bien. Ëngjëlli i pestë i ra trumpetës, dhe vështrova një yll që kishte rënë nga qielli në tokë. Çelësi i pusit të humnerës i u dha atij. E çeli pusin e humnerës, dhe që aty u ngrit tym, si ai një furnalde gjigande. Dhe kështu prej tymit të pusit u errësuan dielli dhe ajri. Pastaj nga tymi u shfaqën mbi tokë karkaleca, të cilëve ju dha fuqi e ngjashme me atë të akrepave të tokës. Këta u urdhëruan që të mos e dëmtonin barin e tokës, as ndonjë bim të blertë apo ndonjë pemë, por vetëm njerëzit që nuk kanë vulën e Perëndisë në ballë. Këtyre nuk ju lejua që t'i vrisnin njerëzit, por do t'i mundonin për 5 muaj. Tortura e tyre ishte si dhimbja e akrepit kur pickon njeriu. Në ato ditë, njerëzit do ta kërkojnë vdekjen, e nuk do ta gjejnë. Do të dëshirojnë të vdesin, por vdekja do t'ikë larg tyre. Mjerimi i parë kaloi. Janë edhe 2 mjerime të tjera që po vinë pas këtij. Engjëlli i gjashtë i ra trumpetës, dhe nga 4 brirët e altarit prej ari, i cili gjendet para Perëndisë, dëgjova një zë që i thoshte engjëllit të gjashtë që kishte trumpetën: lëshoi të 4 engjëjt e lidhur në lumin e madh Eufrat. Kështu 4 engjëjt e përgatitur për orën, ditën, muajin dhe vitin u liruan për të vrarë 1/3 e racës njerëzore. Numri i trupave të kalorësisë ishte 200 milion. E dëgjova numrin e tyre, dhe ja si mu dukun kuajt në vegim. Kalorësit kishin parzmore të kuqe si zjarri, blu si hiacinti, dhe të verdha si squfuri. Kokat e kuajve ishin si krerë luanësh dhe prej gojve nxjerrnin zjarr, tym dhe squfur. 1/3 e racës njerëzore u vra nga këto 3 mynxyra, nga zjarri, tymi dhe squfuri që dilte nga gojet e tyre. Në fakt, fuqia e kuajve ndodhej te goja dhe te bishti, nga që bishtat e tyre u ngjanin gjarprinve. Kishin koka dhe shkaktonin lëndime me to. Pjesa tjetër e njerëzve të cilët nuk vdiqën nga këto mynxyra, nuk u penduan për veprat e duarve të tyre, e as nuk ndaluan sa adhuruarit demonët dhe idhujt prej ari, argjendi, bronzi, guri dhe druri, të cilët nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të ecin. Ata nuk u penduan as për vrasjet që kishin kryer,
as për magjit, as për imoralitetin seksual, e as për vjedhjet e tyre. Pastaj vështrova një tjetër engjëll të fuqishëm, duke zbritur nga qielli, të veshur me një re dhe me një ylber mbi kokë. Fytyrën e kishte si dielli, këmbët si shtylla zjarri dhe në dorë bante një libër të vogël të hapur. Vuri këmbën e djathtë mbi det e të majtën mbi tokë. Atëherë angjëlli që kisha parë duke qëndruar mbi det e mbi tokë, ngriti dorën e djathtë drejt qiellit dhe u betua për atë që jeton përjetë e përgjithmonë, i cili krijoi qiellin e ç'gjendet në të, tokën e sa është brenda saj, si edhe detin e ato që ai mbart. Vonesë nuk do të ketë më, por në ditët e buçimës së engjëllit të shtatë, kur ai do t'i bjerë trumpetës, atëherë plani i fshehur i Perëndis do të zbatohet, ashtu siç u bëri të njohur profetëve, shërbëtorëve të tij. Engjëlli i shtatë i ra trumbetës, dhe në qiell u dëgjuan zëra të fuqishëm që thoshin: Mbretëria e botës tashmë i takon Zotit ton e Mesisë së tij, dhe ai do të mbretërojë për jetë e përgjithmonë. Të 24 pleqt, të cilët ishin ulur mbi frone përpara Perëndis, ram përmbys me fytyrë poshtë dhe adhuruan Perëndin duke thënë: Të falenderojmë o Zot Perëndi, i plotfuqishmi, që je dhe që ishe, sepse e ushtrove fuqinë tënde të madhe dhe nise mbretërimin. Kombet shfrynin me inat, por zemrimi yt mbërriti. Ka ardhur koha që të gjykohen të vdekurit dhe t'u jepet shpërblimi shërbëtorëve të tu, profetëve, shenjtorëve dhe atyre që e druajnë emrin tënd, të vegjël e të mëdhenj. Dhe ka ardhur koha të azjesohen ata që po shkatërrojnë tokën. Më pas vura re një fron të madh, të bardhë dhe atë të ulur aty. Prej pranisë së tij u zhdukën toka dhe qielli, dhe për ta nuk u gjet asnjë vend. Vura re edhe të vdekurit, të mëdhenj e të vegjël, të cilët qëndronin përpara fronit teksa u hapën librat. Edhe një tjetër libër u hap, libri i jetës, dhe të vdekurit u gjykuan sipas veprave të tyre, sipas asaj që ishte shkruar në libra. Pastaj deti i dorëzoi të vdekurit që ndodheshin brenda tij, dhe vdekja e Hadi i kthyen të vdekurit që patën. U gjykua çdo njeri sipas veprave të veta. Vdekja e Hadi u hodhën në liqenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë, liqeni i zjarrit. Dhe kushdo që nuk u gjend i shkruar në librin e jetës, u hodh në liqenin e zjarrit. Pastaj vështrova një qiell të ri dhe një tokë të re, sepse qielli i parë dhe toka e parë ishin azgjesuar dhe deti nuk ekzistonte më. Vështrova gjithashtu qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, duke zbritur nga qielli prej Perëndis, të bërë gati si një nuse e zbukuruar për dhëndrin. Më pas dëgjova një zë të fuqishëm nga froni. Shiko, Perëndia ka ngritur tabernakullin me njerëzit, dhe ai do të jetojë me ta. Ata do të jenë populli i tij. Vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta dhe do të jetë Perëndia i tyre. Ai do të fshijë çdo lot nga syt. Nuk do të ekzistojë më vdekja, as pikëllim, as të qara, dhe as dhimbje nuk do të ketë më, sepse gjërat e mëparshme kanë marrë fund. Pastaj, ai që rrinte ulur mbi fron tha: Shiko, po e bëj gjithçka të re, dhe shtoj: Shkruaj, sepse këto janë fjalë të besueshme dhe të vërteta. E më tha: U kryen të gjitha. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi. Kujdo që ka etje, unë do t'i jap të pi falas nga burimi i ujit të jetës. Ai që del fitimtar do t'i trashëgoj të gjitha këto. Unë do t'jem Perëndia e tij
dhe ai do t'jetë biri im. Por frikatësakët, mosbesuesit, të neveritshmit, vrasësit, i moralet seksual, magjistarët, i dhujtarët dhe tërë gënjeshtarët do ta kenë vendin në liçenin që digjet me zjarre squfur, që është vdekja e dytë. Atëherë i njëri nga 7 engjëjt që mbanin 7 kupat e mbushura me 7 mynzyrat e fundit, erdhi e më foli. Eja të tregoj Nusin, gruan e qengjit. Pastaj më çoi në frymë mbi një mal të madh të lartë dhe më tregoi qytetin e shenjtë, Jeruzalemin, duke zbritur nga qielli prej Perëndis, stolisur me lavdinë e Perëndis. Shkëlqente si një gur shumë i çmuar, si një gur diaspri, i ndritshëm si kristal. Qyteti kishte një mur të madh e të lartë me 12 porta, te të cilat ishin 12 engjëj. Mbi portat ishin shkruar emrat e 12 fiseve të bijve të Izraelit. Të 12 portat ishin 12 margaritar. Secila prej tyre ishte ndërtuar nga një margaritar i vetëm. Rruga e gjerë e qytetit ishte prej ari të kulluar si qelq transparent. Në të nuk pash asnjë tempull, sepse Zoti Perëndi, i plot fuqishmi, si dhe qengji, janë tempulli i tij. Qyteti nuk ka nevojë për ndriçimin e diellit atë hënës, nga që jep dritë lavdia e Perëndis dhe qengji është llamba e tij. Në dritën e tij do të ecin kombet dhe aty do ta sjellin nderin dhe lavdinë e tyre mbretërit e tokës. Ditën, portat e tij nuk do të mbyllen asnjëherë. Natë, aty nuk do të ketë fare. Në të, ata do të sjellin lavdinë dhe nderin e kombeve. Aty nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që bën gjëra të pështira të rreme, por vetëm ata që kanë të shkruar emrin në librin e jetës, i cili i përket qengjit. Më pas, engjëlli më dëftoi lumin e ujit të jetës, që shndriste si kristal, e rrithte 8 pjet nga froni i Perëndis dhe i qengjit në mes të rrugës së gjerë të qytetit. Në të dyja anët e lumit ndodhej pema e jetës, e cila prodhon 12 lloje frytesh, nga një fryt në çdo muaj. Qethet e pemës ju shërbejnë kombeve për shërim dhe asnjë mallkim nuk do të ekzistojë më. Në të do të jetë froni i Perëndis dhe i qengjit, dhe atë do ta adhurojnë shërbëtorët e tij. Do t'i shikojnë fytyrën dhe në ball do të kenë emrin e tij. Nata nuk do të ekzistojë më dhe njerëzit nuk do të kenë nevojë as për ndriçimin e llambës e as për rrezet e diellit, sepse do t'u jap dritë Zoti Perëndi dhe ata do të mbretërojnë për jetë e për gjithmonë. Pastaj më tha: "Kto janë fjalë të besueshme të vërteta, dhe Zoti, Perëndia i frymërave të profetëve, ka dërguar engjëllin e tij për t'u treguar shërbëtorëve të vet ato çka duhet të ndodhin së shpejti." Shiko, unë po vi shpejt. I bekuar është ai që i zbaton fjalët e profecisë së këtij libri. Unë, Gjoni, i dëgjova e i pash këto gjëra. Dhe kur i dëgjova e i pash, rash përmbys që ta adhuroja para këmbëve të engjëllit që më kishte treguar. Por ai më tha: "Mos e bëj këtë. Edhe unë jam shërbëtor bashkë me ty, me vëllezërit e tu profet, dhe me ata që i zbatojnë fjalët e këtij libri. Adhuro Perëndin." Gjithashtu më tha: "Mos i vulos fjalët e profecisë së këtij libri, sepse koha po afron. I padrejti le të vazhdojë të jetë në padrejtësi, i papastri le të vazhdojë në papastërti, i drejti le të vazhdojë të jetë në drejtësi, dhe i shenjti le të vazhdojë në shenjtëri." Shiko, unë po vi shpejt, dhe shpërblimin që kam do të jap secilit sipas veprës që ka bërë. Unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, fillimi dhe mbarimi.
Të bekuar janë ata që i lajnë petkat e veta për të fituar të drejtën ndaj pemës së jetës dhe nëpërmjet portave të hyjnë në qytet. Jashtë janë qentë, magjistarët, imoralet seksual, vrasësit, idhujtarët dhe tërë ata që e duan dhe e praktikojnë gënjeshtërën. Unë, Jezusi, e kam dërguar engjëllin tim për t'ju dëshmuar këto gjëra për kishat. Unë jam rrënja dhe pasardhja e Davidit, ylli i shndritës i mëngjesit. Fryma dhe nusja thonë, eja. Kushdo që po dëgjon, le të thotë, eja. Dhe kushdo që ka etje, le të vijë. Kush dëshiron, le ta marrë si dhuratë ujin e jetës. I deklaroj gjithkujt që po i dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri. Në qoftë se dikush shton tjetër gjë mbi to, Perëndia do t'ia shtojë aty mynzyrat e përshkruara në këtë libër. Dhe në rast se ndokush heq nga fjalët e profecisë së këtij libri, Perëndia do t'ia heqë atij pjesën nga pema e jetës dhe nga qyteti i shenjtë përshkruar në këtë libër. Ai që dëshmon për këto gjëra thot, po, unë po vi shpejt. Amen. Eja Zoti Jezus. Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me të gjithë të shenjtët. Amen.